Thot, o Allah, ti e din se ka qenë një femër që unë e kam pëlqyjat shumë. Edhe e ka dasht. U koni dashurum ndaj asaj femës. Edhe ëndër e ka pas, me ardhë një moment që me bo edhe zina me atë, marrëdhënien time me bo me atë. E qartë. Derisa njëherë ajo bjen ngusht. Edhe ja kërkon këti 100 dinar. I kërkon parë. Edhe të kjo i thot, unë t'jap 100 dinar ama me kusht. Që ta bëjmë një qef bashkë. Edhe ajo ngrata pizorit pranon. Pizorit e pranon. Kushtin e këti. Edhe ky thot, tamam u pajtum dhe tamam isha duke fillu mo me bo aktin e keq dhe punën e shëmtume, ajo më tha, o njeri ki frikën e Allahut. Thot dhe mua më rënqithi, zemra u qova, dhe i thash, shko me gjithë parët. Nuk janë e përkom banderin asoj femrës. Thot Allah, ti e din se këtë që e kam bo vetëm për hirën tënde. Plus o Allah, hatri kësoj vepret mirë që e kam bo, që të ma qenisht dalen prej shpjellës. U lëviz guri. Unë të mira dhe me rujt vetën prej amoralitetit, prej zinas, vallahi lëviz gurzje kodra, lëviz shtete, lëviz detin, lëviz qelin, lëviz tokën, lëviz zemrat, lëviz gjepin, lëviz çdo send. E jo në është vetëm me pas bindjen Allahun azza wa jall dhe me rujt nderin tonë. Se dallimi midis haramit dhe halallit, xhenetit dhe xhenemit do një rrot qasti. Rëshitën qast, shkove. Pa të frikën Allah, tu pendove, përmisove, thove, stakfirullah, që kesh tu bo. Shpëtove. Dhe shpëton për gjithmonë. Andaj njerëzit e ligë janë njerëz që shfrytëzojnë momentet e ronda dhe dopta të femrave që kanë hallin dhe dertin e vetë. E ç'të du më nëlluq? Ki personi nuk pas ka abuzu edhe pse ka pas mundësi. Dhe me thonë femra, konkretisht që e tregove, ka kërku pare. Pse? Pse u konë zor të madh. Ki personi thot, tash t'i jap, ama me një kusht, t'vish, bëjmë marrëdhënie. Shumë kemi sot në ditë sot me kësi që abuzojnë me pare, abuzojnë me fuqinë ose pozitën e vetë. Për shembull kemi drejtor. Është një emision Piranjat në Shqipëri, i ka bo hor plot persona, mjek, direktor, pranar të bizneseve, të cilët me kusht i kushtzojnë për favore seksuale, vajza të reja. Bile dhe të mitura, shka është më e keqe, një koment nga unë juaj. Mirë për ata. Nuk i them njerëz se këto s'janë njerëz. Mirë për ata. Që marrin guximin me abuzu me nderin e huj, me femrat e huja, me vajza, me gra që kanë hallin dhe dertin e vetë. Madje edhe me vajza të mitura, la ilaha illallah. Veca njerëz me qenë ata human, e mi undihmu kur një femër, një vajzë ka një hall. Atë hall tyre e shohin si një moment shanse për t'i shfry epshet e tyre. Duhet me konë shumë i keq dikush edhe shumë i prisht në shpirt me bokat. Dhe njerëz tillë duhet të raportohen, duhet të largohen nga përgjegjësitë kolektive, duhet të alarmohen situata e tyre tek familjet e tyre, tek ata, po edhe tek njerëzit që njerëzit t'i ruajnë dhe t'i mbajnë larg tyre vajzat e tyre, gratë e tyre, bijat e tyre. Sa njerëz janë pa shpirtja. Andaj s'm shkon fjala me thonë njerëz.
Ujq. Janë krijesa, s'kan shpirt, s'kan ndjenja, s'kan moral, s'kan insan dhe ka spak. Dhe institucionet tona du të me qenën syqele dhe du të me qenë të ashpra edhe rigoroze me dënime ndaj këtyre njerëzve. Se këta njerëz bën shkak. Llogarite një vajzë së mitur t'ja bëjë dikush atë veprim, ajo më kur s'mund t'jetojë jetë normale. Një nxënës profesori për me adhon një peshe, profesori ta keq përdore në kabinetat. Që ka pas plot raste, nuk jena të bo propagandë. Plot. Kronika e Zezë është e mbushur me... Po na nuk i përmendmi se rastet e këqija dhe rastet e Zeza mundojmë t'i nëmë t'izolume. E qartë. Dhe ka pas raste edhe në shkolla fillore. Komunista, njerëz të prisht, të kalbër, qelpsira që kanë abuzu me vajza, me 14 veçare. që janë fillimin e jetës tyre, veçat mi u ndihmu që ata me jetu një jetë të mire, normale, ajo më kur së jetojnë një jetë normale. Plaki zinaqar. E le me trauma për gjithmonë atë vajzat, atë e vlatë që është me laqa, këtan, alo fillimin e jetës e ka. Unë nuk e di si mujnë me jetu me atë ndërgjegje, si mundën me aleu vetës me bo veprimet tilla. A kanë pak bile shpirt insan, a kanë zemër, a kanë insanëk, a kanë ndjenja. Ta llogarisin atë vajzë sikur vajzë të vetën. Sikur bie, a mund dikush me avot bie së vetë, e vladit vetë, me a mendu. Njeri normal se banat. Ama kurso normal e banat. Andaj ky personi Nuk abuzoj. nuk abuzoj. Pati frikën Allah dhe për hir të Zotit u largu prej saj. Meri paret largo. Meri parët largo, edhe pse ajo ja përkujtoj. E qartë. Ai kishte thënë, o njeri tha, ki frikën e Allahut. Mos prek në nderin e huj përpose me të drejtë, përpose me një qa. I tha. Dhe ky U largo. qeth u largu për hir të Zotit. Shife, kushtet i kishte super të organizume. As kushte shifke, ajo u pajtu vetë, Paret e në dorë. pagujti. Në më thonë, në favor ti e Me vetë dëshira, jo me dhunë. Ah. Këtë favor ti, veç këtë lafë, tha, ki frikën e Allahit. Tha, më sprek në namuzin e uj për pas se me një qa. Për pas se me të drejtë. Me një qa është qëndimi. Këti kjo fjalë i preki në zemër. Dhe kujtoj frikën e Allahit, tha, po Allah ti e din se, veç për hirtë të Allahut, e lash atë veprim që me vite e ka ndru, e ka imaginu. Sa iluzione, sa imaginata, sa e ka menua e kështu, ashtu, ondër e ka pas tjetë matë. Kjo është shumë e rëndësi, si sukon një vajzë rëndom. Jo, ka qenë në bukurosha, jo. E ka do shumë. Ki ka qenë temasi dashurum në te. Edhe i ka ardhë momenti. Edhe jo ki të shkoj, e i ka ardhë. Merë ndorë, si thëjnë. Ka ardhë ndorë. Edhe kretë kushtet për të arritë atë ondrën e vetë i ka pas dispozicion. Me gjithat frika Allahut, ishte ajo që e ndalej këtë njeri nga kjo veprimi shumë tonë. Dhe u të regu human. Tha jo, edhe meri parët, shko, kryje punën tënde. Fatkeqësinë e shëndrojnë në një moment në mirësie dhe përmirësimit të raportit me Allahun Azza wa Jall. U pendu. Dha sadaka, atë ja la sadaka. Po, ne. Se punë të mira i shtin punë të këqija. Dha sadaka mirë u pendu për gabimin që keto e bo, se bone. Dhe ajo vepër ishte shkak dhe atë vepër e la sekrete. Nuk e mushi shkupin ai. E pata, merdë ndorë, ja, e latë ma vete. E harojat ma vete. Derin qatë ditë, askush se ka ditë sa jo ka ndodhë. Më këshirë, sa interesant, Allah i va ka shpelos që
6.000 vet ja bëjnë mohabet edhe në podcast, edhe pejgamberi, edhe pse më shefti kanë bërë këto vepra të mira, interesant. Se kur është për Allah, Allah i ta shpalos mëse. për çatë rregull është ma kana lillahi baqi. Ajo që është për Allah mbetet. Ajo që është për insan, shkon.